Kongresi Amerikan ka paraqitur një dokument të titulluar Western Balkans Democracy and Prosperity Act, kundër të tjera parashikohet edhe kodifikimi i sanksioneve që lidhen me Ballkanin Perëndimor. Referuar dokumentit, sanksionet përfshirë bllokimin e pronës dhe pezullimin e hyrjes në Shtetet e Bashkuara të personave të caktuar që kontribuojnë në situatën destabilizuese në Ballkanin Perëndimor, siç është në fuqi në atë datë të miratimit, mund të hiqen vetëm nga presidenti amerikan, i cili duhet të bindë nën komisionet përkatëse në Kongres. Një nga politikanët më të rëndësishëm të sanksionuar në Ballkanin Perëndimor është Sali Berisha, ish presidenti dhe ish kryeministër, i cili prej më shumë se 4 vitesh është shpallur non grata nga SBA. Berisha ka deklaruar se non grata ndaj tij është lobimi George Soros, ndërsa akuzoi ish sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken për nënshkrimin e aktit. Pas fitores së Donald Trump në zgjedhjet e nëntorit 2024 dhe marrjes së detyrës së presidentit në 20 janar 2025, mes demokratëve pati një entuziazëm se non grata e shpallur nga administrata Biden do të fshihej. Madje Berisha deklaroi se do të lobonte për të arritur një gjë të tillë. Në fakt, përgjatë vitit të parë të presidencës Trump, asgjë nuk lëvizi. Berisha mbeti i sanksionuar dhe bazuar në dokumentin e fundit të Kongresit. Duket se vitin e ardhshëm do të shtohen emrat në listën e zezë të amerikanëve. Dokumenti i Kongresit qartëson arsyet sepse një sanksion nuk mund të hiqet aq kollaj, madje duket i pamundur nëse ai siglohet nga Departamenti i Shtetit. Nëse i referohemi dokumentit që sanksioni të hiqet, së pari nuk mjafton vetëm firma e presidentit, por ai duhet të bindë Kongresin, çka është një proces jo thjesht i gjatë, por edhe i komplikuar.